Sali Berisha do të gjykohet në 30 qershor, I vënë në akuzë për korrupsion pasiv pasi dyshohet se ka vendosur shtetin në funksion të përfitimeve të dhëndrit të tij. Ish kryeministri I vendit do të ulet në bankën e të akuzuarve për herë të parë pasi dosja I kaloi për gjykim. I bashkëpandehur në këtë çështje është dhëndri I tij Marber Maltezi, që SPAK e akuzon për konsumimin e 2 veprave penale, korrupsion dhe pastrim parash, si pasojë e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani. Sipas organit të akuzës, Marber Maltezi ndërtoi në trojet shtetërore të këtij kompleksi sportiv 19 pallate. SPAK thot se Maltezi përfitoi nga pozita e vjerit të tij si një nga 5 trashëgimtarët e këtyre trojeve përmes procedurave të përshpejtuara të bëra me VKM. Po ashtu, të përfshirë dyshohen edhe biznesmeni Gjimi Begeja, ndërtuesi Fatmir Bektashi dhe përfaqësuese e studios ligjore Andja Pustina. Të 5 do të përballen me togat e zeza të gjykatës së posaçme me kryesuese Elsa Ullirin dhe antar Bib Ndreca dhe Rudina Palloj. Betejë e Berishës me SPAK ka qenë e tensionuar. Kryetari I Partisë Demokratike ka hedhur një lumë akuzash ndaj 2 prokurorëve që e kanë vënë në hetim, Arben Kraja dhe Enkeleda Millonaj, por edhe ndaj drejtuesit të prokurorisë Altin Dumani. Berisha pretendon se hetimi I tij ka prapavi politike.